Dashi. Edhe pse gjatë kësaj dite do ndjeni presion nga jashtë, do arrini ta menaxhoni situatën me qetësi dhe mençuri. Jupiteri dhe Marsi do ju sjellin fat në çdo aspekt, veçanërisht në dashuri. Ju që jeni në një lidhje do tregoheni të kujdesshëm, të përkushtuar dhe shumë shprehës me ndjenjat tuaja. Harmonia do mbretërojë mes jush. Ju beqarët do përjetoni ndryshime të mëdha dhe pozitive në jetën tuaj, ashtu siç I keni ëndërruar gjithmonë. Në punë, përpjekjet tuaja do japin fryte. Një epror do ju vëzhgojë me kujdes dhe mund t'ju bëjë një propozim interesant. Merrni kohën e nevojshme për të menduar përpara se të vendosni. Në planin financiar, fal maturisë dhe planifikimit, gjendja do jetë shumë e qëndrueshme. Shëndeti, gjendja fizike do jetë e mirë, por mos e teproni me lodhjen mendore. Pushoni mjaftueshëm. Këshilla e ditës, mos lejoni presionin t'ju drejtojë, kontrolloni ritmin tuaj dhe gjithçka do shkojë më mirë se prisni. Demi. Emocionet do jenë të forta gjatë kësaj dite dhe ndonjëherë mund të merrni vendime të nxituara. Në dashuri, ndikimi I yjeve do jetë I dobët, çka mund të sjellë debate të vogla me partnerin. Do ketë momente trishtimi, por edhe rikthime të buta. Ju beqarët do keni mundësi për takime, por ende nuk do ndiheni gati për një lidhje serioze. Në punë, atmosfera do jetë e këndshme dhe do bashkëpunoni mirë me kolegët. Mund të merrni përgjegjësi të reja që do ju çojnë përpara. Financat do përmirësohen ndjeshëm nëse dini të menaxhoni me kujdes të ardhurat. Fati do jetë në anën tuaj. Shëndeti, kujdesuni për gjumin dhe mos e lini trupin pa pushim. Një shëtitje në natyrë do ju bëjë mirë. Këshilla e ditës, mos lejoni që emocionet të udhëheqin arsyen, qetësia është çelësi I suksesit. Binjakët. Dita do ju gjejë të vendosur dhe me ide të qarta për të ardhmen. Nuk do ndikoheni nga mendimet e të tjerëve. Në dashuri, edhe pse marrëdhënia është e mirë, mos I besoni verbërisht partnerit, një qasje më e balancuar do shmang keqkuptime. Ju beqarët do keni mundësi për njohje, por duhet të mbani arsyen mbi emocionet. Në punë, një projekt I ri do ju vendos në qendër të vëmendjes dhe të gjithë do ju mbështesin. Do tregoni ambicie, përkushtim dhe vendosmëri. Financat do jenë të qëndrueshme fal planifikimit të saktë që keni bërë kohët e fundit. Shëndeti, kujdes me tensionin nervor, relaksohuni më shpesh. Këshilla e ditës, mos kini frikë të udhëhiqni, suksesi vjen kur ndjek rrugën tënde me besim. Gaforja. Sot do jeni më të organizuar dhe me një vizion të qartë për atë që doni. Në dashuri do ndodhin gjëra të bukura e të papritura. Emocionet do jenë të forta dhe do ndiheni sikur jeni mbi re. Ju beqarët do pranoni me kënaqësi propozimin e dikujt dhe do nisni një histori të qëndrueshme dashurie. Në punë do tregoheni më serioz se më parë, duke ecur me plane të qarta. Edhe nëse më parë keni pasur mendime për t'u larguar nga puna, sot do ndryshoni qëndrim. Financat do jenë të paqëndrueshme, ndaj mos bëni investime të mëdha dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Shëndeti, kujdes me sistemin nervor, shmangni stresin dhe flini më shumë. Këshilla e ditës, mbani qetësinë edhe në situatat e vështira, durimi është arma juaj më e fortë. Luani. Gjatë kësaj dite, disa situata mund të mos ecin sipas dëshirës suaj dhe kjo mund t'ju irritojë. Në dashuri, ndikimi I planetëve do jetë I fortë, do kaloni nga harmonia në debate të vogla, por gjithçka do zgjidhet me komunikim. Ju beqarët do keni shumë admirues, por do jetë e vështirë të dalloni kush është personi I duhur. Mos u nxitoni. Në punë mund të hasni pengesa dhe mosmarrëveshje me kolegët, por nëse ruani qetësinë, gjithçka do stabilizohet. Financat kërkojnë për kujdes të veçantë, mos merrni vendime të nxituara. Shëndeti, mos e teproni me ngarkesën fizike, trupi juaj kërkon pushim. Këshilla e ditës, në vend që të nxitoheni për të fituar, mësoni të prisni, durimi shpërblehet gjithmonë. Virgjëresha. Një ditë e mrekullueshme ju pret, fal ndikimit të Marsit dhe Hënës. Në dashuri do mbizotëroj komunikimi dhe mirëkuptimi. Lidhja juaj do shkëlqejë dhe do shërbejë si shembull për të tjerët.
Ju beqarët do jeni me fat dhe mund të gjeni personin që keni kërkuar prej kohësh. Në punë do përfundoni me sukses disa projekte të rëndësishme dhe do ndiheni krenar për rezultatet. Këmbëngulja dhe durimi do shpërblehen. Financat kërkojnë kujdes, mos i lini gjërat të dalin jashtë kontrollit, pasi pasojat mund të jenë serioze. Shëndeti, gjendja do jetë e qëndrueshme, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik. Këshilla e ditës, vazhdoni me këtë ritëm, përkushtimi dhe durimi ju çojnë drejt suksesit të vërtetë. Peshorja. Gjatë kësaj dite do reflektoni gjatë para se të veproni dhe asgjë e keqe nuk do t'ju ndodhë. Për ju të dashuruarit, gjithçka do ndodhë si me magji dhe emocionet e kënaqësitë do jenë të papërshkrueshme. Ju beqarët do ndihmoheni nga Jupiteri. Më në fund do afroheni më tepër me personin që pëlqeni dhe do t'ia shprehni ndjenjat në një mënyrë të veçantë. Në punë mund të kaloni ndonjë peripeci, por gjithmonë do dini si t'ia dilni mban. Besimi në vetvete dhe këmbëngulja janë dy pikat më të forta që keni. Financat do varen vetëm nga ju. Nëse shpenzoni shuma të konsiderueshme, menjëherë do përballeni me vështirësi pafund. Shëndeti, kujdesuni më shumë për balancën shpirtërore dhe shmangni lodhjen mendore. Një ecje në natyrë do t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen. Këshilla e ditës, mos u nxitoni të reagoni, nganjëherë heshtja është përgjigjja më e mençur. Akrepi. Gjatë kësaj dite do jeni shumë bujar dhe të gatshëm për t'i bërë të qeshin personat përreth. Për ju që keni një lidhje, dita do jetë pozitive. Do jeni më optimist dhe nuk do futeni në debate me partnerin. Ju beqarët do joshni dhe do josheni në çdo moment. Edhe sikur të doni, nuk do mund të shmangni krijimin e një lidhjeje. Në punë do kërkoni me ngulm të ndryshoni rrjedhën e gjërave dhe mund të bëni edhe sakrifica për këtë gjë. Me shpenzimet, tregohuni të moderuar dhe do i shmangni problemet serioze. Shëndeti, energjia do jetë e mirë, por mos e teproni me aktivitetin fizik. Kujdes me gjumin dhe oraret e ushqimit. Këshilla e ditës, dëgjoni më shumë zemrën, por mos e lini arsyen pas. Shigjetari. Gjatë kësaj dite duhet patjetër të vendosni disa rregulla strikte për të ndryshuar situatën, pasi gjërat nuk do jenë të lehta. Për ju të dashuruarit, dita do jetë tejet e vështirë. Nuk do merreni vesh mirë me partnerin dhe mund të debatoni ashpër. Ju beqarët do keni mundësi vetëm për aventura kalimtare, asgjë më shumë. Në punë, përveç atyre që janë në fushën e mjekësisë, të tjerët do vazhdojnë në rutinë. Megjithatë, për disa mund të vijë një pozicion i ri fal arritjeve të fundit. Buxhetin do e menaxhoni me përkujdes, duke shmangur investimet e panevojshme që mund ta tronditin gjendjen. Shëndeti, kujdesuni për sistemin nervor dhe shmangni diskutimet që ju lodhin emocionalisht. Këshilla e ditës, mos kërkoni gjithmonë të keni të drejtë, ndonjëherë qetësia vlen më shumë se fitoria. Britsjapi. Gjatë kësaj dite do jeni optimist, por edhe të ndjeshëm. Ju të dashuruarit do zgjoheni me dëshirë për të rregulluar çdo problem. Do flisni më hapur me partnerin dhe do arrini të zgjidhni mosmarrëveshjet. Ju beqarët do jeni më të hapur për takime dhe nuk do e kufizoni veten. Kështu do shtoni mundësitë për të filluar lidhje serioze. Në punë do keni konflikte me disa kolegë për mënyrën si duhet vijuar një projekt, por ndërhyrja e miqve të përbashkët do ndihmojë në pajtim. Financat do jenë të mira dhe do arrini të përmbushni çdo nevojë. Shëndeti, mos e lini pas dore pushimin. Trupi juaj ka nevojë për rigjenerim dhe më shumë kujdes ndaj gjumit. Këshilla e ditës, më mirë një hap i sigurt se sa një vrap drejt pasigurisë. Ujori. Gjatë kësaj dite do jeni më të aftë për të ndërmarrë sfida dhe asgjë nuk do t'ju ndalë të ndiqni dëshirat tuaja. Nëse jeni në një lidhje, pas momenteve të vështira me partnerin, sot gjithçka do qetësohet. Nëse jeni ende të vetmuar, do keni vetëm mundësi për flirte dhe lidhje afatshkurtra. Në punë do merrni vendime të rëndësishme që do ndryshojnë rrjedhën e ngjarjeve dhe do hapin një kapitull të ri për ju. Në planin financiar duhet të jeni më të kujdesshëm dhe të vendosni kufi të qartë në shpenzime.
Shëndeti, shmangni stresin dhe mos e teproni me lodhjen mendore. Një ditë pushimi mund të bëjë mrekulli. Këshilla e ditës, nëse doni ndryshim, mos prë. Peshqit. Do zgjoheni me optimizëm dhe do i shihni ndryshe gjërat. Nëse keni një lidhje, jeta sentimentale do filloj të stabilizohet pas disa masave që keni marrë. Nuk do jeni më kokfort dhe do i pranoni kritikat me maturi. Ju beqarët do jeni ende të palogjikshëm dhe ka rrezik të bëni hapa të gabuara. As sot nuk do jetë dita më e përshtatshme për ju. Në punë do përballeni me sfida të reja. Nëse ndjeni se nuk ja dilni dot, kërkoni ndihmë nga kolegët ose këshillohuni me eprorët. Çdo ndihmë, sado e vogël, do jetë e vyer për ju. Buxhetin do dini si ta menaxhoni dhe nuk do gjendeni në vështirësi. Shëndeti, kujdes me luhatjet emocionale. Një regjim më i qetë gjumi dhe pak aktivitet fizik do ju ndihmoj shumë. Këshilla e ditës, mos i merrni të gjitha përsipër. Disa betejë fitohen duke ditur kur të ndalosh. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.